Simon, të përshëndes, në thuaj pak më me detaje se çfarë parashikon ky projekti transformimit të kinemas dhe kur do të përfundoj, kur do të jetë gati për Shkodranët dhe jo vetëm. Përshëndetje Sipora, ka pasur një themi kështu, kinemaja e qytetit të Shkodrës, si që është njohur kinema e Republika, është marrë në dorëzim nga Bashkia e Shkodrës, për shkak se kjo kinema është menaxhuar nga privati për rreth 20 vite dhe sipas një vendimi të Bashkisë së Shkodrës, e cila ka pasur që 3 vite që mes Bashkisë së Shkodrës dhe privatit ka përfunduar kontrata, të fundvit është marrë në dorëzim nga Bashkia e Shkodrës duke bërë largimin e stafit menaxhues privat që ka menaxhuar kineman i qytetit të Shkodrës dhe me këtë qëllim Bashkia e Shkodrës ka nisur një projekt fillimisht rehabilitimin e fasadës jashtme të kinema Republika këtu në qytetin e Shkodrës, që është një objekt i trashëgimisë tonë kulturore, objekt i rëndësisë së veçantë kulturore, dhe më pas në gjatë vitit 2024 do filloj edhe rekonstruksioni i brendshëm i kinemas, e cila ka pasur disa amortizime për shkak edhe të mungesës së investimeve gjatë këtyre 20 viteve dhe më pas edhe menaxhimin nga vetë Bashkia e Shkodrës me staf të dedikuar pikërisht kinemas për 20 për ta rikthyer pra në kinema. Duke qenë se një pjesa më e madhe gjatë kësaj periudhe kohe kinema Republika në qytetin e Shkodrës ka shërbyer më shumë si bar, kafe dhe restorant se sa si kinema. Qëllimi i rekonstruksionit të fasadës kinema Republika për shkak të amortizimit të saj dhe mungesës së ndërhyrjes ka të bëjë pikërisht në heqjen e atij imazhi të keq për qytetin dhe pikërisht të një godine siç është godina kinema Republikas në qytetin e Shkodrës, që është në qendër të qytetit të Shkodrës, që është një nga objektet kulturore më të bukura sa i përket jo vetëm qytetit të Shkodrës, por edhe qyteteve tjera, siç është teatri Migjeni i qytetit të Shkodrës, por së bashku me të edhe kinema Republika, të cilat janë objekte të cilat sapo futesh në qendër qytetit të Shkodrës vjen në sy. Dhe gjendja në cilën ajo ndodhej ka bërë që Bashkia e Shkodrës të bëjë këtë ndërhyrje për të rregulluar fillimisht fasadën dhe në vitin 2024 të bëhet sistemimi i brendisë së kinemas, pra rekonstruksioni i kinemas dhe më pas edhe krijimi i stafit që do jetë me drejtues të kinemas dhe me staf tjetër ndihmës, të cilët do bëjnë edhe menaxhimin e kinemas. Paktën këto janë projekcione që vijnë qëllimit që ka Bashkia e Shkodrës për këtë objekt shumë të rëndësishëm siç është kinema Republika. Simon, faleminderit për raportimin dhe sigurisht me krah të lehta edhe punëtorëve.